Njeriu është mirë me kriju të ardhmen e vetë dhe të fëmijëve në vendin ku ke lind, në vendin e gjyshit e të stërgjyshit. Ku si je I huj. Edhe ku ndihesh tamam vendin tënd. Mirë, por unë, sipas analizës që kam bë, kam kuptuar që nëse me rrit fëmijën poshtë, me rrit fëmijën poshtë, flas poshtë në Shkup, në Tiranë, në Prishtinë, në vetvete është një universitet për një fëmijë. Sepse nëse e merr një fëmijë të Zvicrës, që I lindur në Zvicër, edhe një të Kosovës, apo të Shkupit, apo të Tiranës, edhe I krahason bashk, fëmija e atij, ka do që ta sillesh, ai bjen kam prapë se prapë. Ai Zvicrës nuk bjen kam se e din veç një drejtim, e din me pa kështu drejt. Po. Është realitet. Edhe është problem. Është realitet. E dyta, në Zvicër mu nuk më rezulton që ka një milioner në këtë vend që është I lindur e I rritur këtu. Paktën shqiptar. Mu më rezulton që milionerat që kanë parë në Zvicër janë krejt të ardhur në moshë madhore, kanë zhvillu biznese, kanë hecë për para, kanë bë parë. Ata që kanë lindur dhe rritë këtu, sipas analizës time dhe rezultatit që kam nxjerr, punojnë për një rrogë. Secili.